qa të bosh mo, ti yllje? Qa të dali? No, ti yllje. Po me anestezi totale unë e di që bëhet hunda, gjoksi edhe? Qa bëhet tjetë me anestezi totale? Ah, okej. Aha. Psa anestezi totale lipoja? No, sa keq lipoja anestezi. E bën vrime si s'kolla pasta. Po zhëna se lipoja është duke efektin. Që merë djame e fut në vende tjera. Ama zhëna, lipoja sa të ka qëndru, Dolqe? Sa të ka qëndru lipo? Se lipoja është merë djamin e fut vend tjetër, apo jo? Jo, lipoja është edhe vetëm që e i djame. Edhe që e vë, normal që po që dhe e vë dikur dhe se i shkop. Po, ama sa qëndron ajo? Mu më ka thënë nga 3 deri 6 muj. Jo, lipoja vend tjetër, sa qëndron? Djami jo. Qëndron ajo ikën një përqindje, po pjesa tjetër mbetet. Ikën deri 60%, ikën gjithë shoqet normal, se ti edhe mund të psohesh, edhe mund të ashtu, e kupton, kam shumë e intur. Sa kohë që ke bërë lipo? Po, djotë. 3 vjetë, 3 vite. 3 vite, edhe ke akoma atë pjesën e djamit që ke vendosë vend tjetër? Jo? Si. Se shoqet e mia tjera... Pas ta e ndimon me gjërat tjera. Po. E kupton, do pëso. Thash se mund të regoja që kam bërë në trupin tim. Se gjithë shoqet e mia tjera që s'jam prek mu me gjërat tjera, pasi e kam bërë lipo, nga 3 deri në 6 muaj ju është reduktu totalisht. Jo, s'ka shanë, nuk ekziston, është katsata. Ose ndoshta si ju a kanë bërë mirë. Nuk është e vërtet. S'është e vërtet, 2 vite lipo të mbanë. Vare që trupi kanë pas, tani e të bësh lipo, çfarë do dhe i gjithë, të kesh qik bazë. Po, normalisht, që ta mbaje. E kupto, normal. Tani, po s'ke bazë fare ti, në tato ajo nuk të operon fare, po s'ke graso. E di qa dhimbe shkam pasu. Qa do të heqe. Bravo, e di qa dhimbe shkam pasu. Edhe amë tha, dërë që të kesh të mundimbe, se këtu nuk se kam pas të një shuaj, nuk kam pas problem. Qa të heqë ta, edhe më shumë i afrohet brinjëve, më shumë dhëmë, e kupton? Që të heqë edhe grasën, në shështë të të bëj bukur. Të të skulturoj, dhe me thënë. Sa të zjatë të dhimbjen pasi e bërë? Asë të duha të thasë vërdim. Me javë? 1 muaj. Ishtë dhimbje. Edhe si kam fletën si qënë. Po unë këtë që bërë operacion edhe 5 ditë hiq më shumë dhimbje. Nuk kam pas dhimbje. Disa persona që njëvë që e kanë bërë, nuk kanë pas dhimbje. Unë tepër shumë. Tjerat, gjokset, kur kam bërë gjoksin pas 2 javë, shumë kam bërë power snatch. Fare, të gjokë të tepër kom pas. E di pse, se këtë di kur bënë gjoksin? është operacioni më i vështirë estetika, ja? Bravo, janë 3 shtresa muskulare. Problemi është që sa qohen gocat, nuk lëvizin. E kupton në Afrika, duke kështu e kupton, bëhen allëqi. Direkt, sa del në anestezia, du të lëvizësh krahët, tërheqje. Po s'lëvizë krahët, ngele në krevat. Do me thënë duhet të të ndihmoj dikush dhe të ngrë nga krevati, nga karrikja. Bëmi kom, të shtu. Vetëm lëviz direkt. Unë e ika për të isha. Se ditë ti si ja ke kaluar. Une pasi bëra operacionin e gjoksit. Këndet qika. Ja, dhëndëve. Po ti nga që numri ishe dhe që numri vajtë? 3 masa, muritën, unë i thash atë këshumë. 3 masa? Nuk i thash unë, ma bëj kaq masa. Pero për 300... Të cëja shkova? Të cëja. Jo, 350, si është ajo, 350, 3.5. E ti sa e ki? Ti ke më të ma, oke, sa e ke më të rrinë. 350 shtova, i bjete 400, 400 e sa më tjo. Unë kam pas 300, si që, se kam bërë protest. Do që qëfar numri ki te? 360. Po ti si e bërë? 360? Unë kam 450. Ti e ke pas 350, dhe tani sa e bërë? 300. Sa? Po 300, është thjeshtë rumbullakosje, zbukurim. Ama unë atë i thash kështu doktorit. I thash nuk dua të tregoj masë sa dua ekstra, ma sugjero ti si pas konstruktit tim. Kjo nga... Sa e ke pasi të ndë? Njëshi? Si? Sa e ke pa? Njëshi, dyshi? Po, do me thënë, nga... Po vajte? Shëtova 3.5, janë bëte 4.5. Si bje? Njëshi bje, pa. Po jo, nuk kalkuloj shumë, unë kam pas njëshin, shtoj 2, bëhen 4. Veç ka shtoj ngu. No. Me duke pas gjokës të vogëla, gjokës mesatara, se e pa? Jo, amore, no. Unë njëtat si tjena që kam pas para operacionit, njëtat ato që kam 2 vjetra, njëtat për tërë. Ti është protez me ngrit, me... Do me thënë treshi? Jo me shtu. Unë i kam shtu. Jo, me se, unë i kam po jo është për që të dojë. Unë i shtova. Jo. Po pra ti ke shtuar, kurse ajo ka bërë vetë protez për ta ngrit lartë, për ta rumbullakos, për ta... Jo në volume. Atë me thënë atë efekt ka. Jo. Pasi e bëra unë operacionin, se po i tregoja që Benitës,